janë vrarë disa general, çfarë nuk i kanë bërë Irani, çfarë si kanë vrarë, të tërë ja kanë vrarë, dhe Khamenei e vranë. Megjithatë ata nuk bën gjë tjetër me vrasjen e Khameneit, ajo që bumerang, u kthyen në të kundërt. U shkatërruan qytete të tëra izraelite u bën hi, mbas vrasjes Khameneit. Ditën që është vrarë Khamenei është bombarduar dhe kryeministria e izraelite, ndërtesa e kryeministrisë. Prandaj tha që u vra ai Netanyahu. Ka asnjë njoftim, asnjë video, asnjë fakt publik që është bombarduar kryeministri i Izraelit dhe as mediat europiane, as mediat botërore nuk kanë një të dhënë. Merë ndiq Al Jazeera. Se i kete Al Jazeera. Sa të duash ke. Bombardime ka, por jo bombardime që është bombarduar kryeministria e. O zotëri, ne këto shikojmë në rrjetet sociale tani, unë jam atje. Ky Eni Kokomani, u ta them emër se ai dolin media tona. Eni Kokomani tha që është bombarduar. Eni Kokomani thotë që aty janë bërë krime të llaktarshme, dëme të llaktarshme në Izrael. Në qytetet Izraelit janë rrafshuar qytetet të tëra. Këta se thonë, po dhe mos ta thonë. Ore rëndësi ka që ata e kanë marrë dërurin që duhet të minë. Pa e thonë këta tanë edhe media evropiana, po nuk e thonë, kjo pak rëndësi ka. Si shikoni pozicionimin e Turqisë në këtë luftë? Turqia ka një problem shumë delikat. Dhe patjetër që aty duhet të mendohet mirë, sepse Turqia ka bazën e Arçelik në Mosgaboj, quhet një bazë ushtarake amerikane, nga e cila nisen avion dhe nisen raketa kundër Iranit. Pra, në aspektin e komshiut, Iranit i shkojnë armë dhe bomba nga baza amerikane në Turqi. Dhe ato 3 raketa që janë nisur dhe i kanë dërguar në atë bazë, iranianët, i kanë dërguar për të thënë që stop nga kjo bazë, të mos niset më armatim, të mos ta sulmoni këtej. Dhe amerikanët, për mendimin tim, nëse duan miqësi me Turqinë, duhet që Turqinë të mos e përziejnë në këtë luftë, se nuk mund të luftojë Turqia të mbrojë Izraelin. S'bëhet. Se janë armiq shekullor. Kështu që Turqia është në të drejtë të saj, po dhe Irani është në të drejtë të tij. Mos harroni që ne jemi në ligj, jemi gjene lufte me Greqinë, me ligj të vitit 1940. Pse? Grekët thonë, neve na sulmoi Shqipëria në 1940-ën. Ne ishim të sulmuar për vete, ne ishim të pushtuar nga Italia. Mirë, po ati i do qefi ta quaj ashtu. Ndërsa në rastin konkret, Turqia nuk ishte pushtuar nga Amerika, por në një farmase ajo baza pushtim është. Dhe nga ajo bazë shkojnë bombat dhe raketat që nisen dhe shkojnë në Iran, bombardojnë. Po nuk mund të zhdukë një popull 90 milion. Nuk bëhet. Dhe në këtë pikë, që të kthejmë tek marrëdhëniet Iran-Turqi, Turqia ka të drejtë dhe po dhe Irani ka të drejtë, kështu që fajtori në këtë mes janë amerikanët. Duhet që nga baza turke, që kanë baza amerikane që kanë në Turqi në Arçelik, Inçerlik si quhet ajo, se atë ka dhe armë atomike në atë bazë. Amerikanët kanë armë bërthamore atje. Duhet që pa diskutim të largohen, të përjashtojnë atë bazë nga lufta kundër Iranit. Shpresoj që shumë shpejt do ikin dhe vetë amerikanët, do ta lënë atë luftë. Zoti Islami ka pasur një njoftim që Serbia ka marrë raketa supersonike nga Kina. Si shikoni këtë? Sa të jetë Amerikan këmbë dhe të marrë 100 raketa, 1000 raketa, 5000 raketa, s'ka që bën. Ti marrë ti fusë në mbrapa ai Vučići, se nuk e hynë në punë. Një predh artillerie nuk e do të më në Kosova i. Dhe një predh artillerie do mendohet mirë po ta qëlloj. Jo më të dërgoj raketa. S'kam frikë në ajo punë. Dhe të marrë, dhe të armatoset, s'ka problem. Jo më pak armatoset Kroacia, që e kanë kufi, e ka brënda. Dhe ai e di mirë këtë punë, që Alianca Kosovë, Shqipëri, Kroaci
E mbyt. Ta më mbyt. Ka po plas një luftë botërore secili për vete është ky, s'është na mbro Amerika. Po lufta botërore, po tjetë që neve në një luftë botërore Amerika do na braktis, atëherë thuaj është varrosur Shqipëria përfundimisht dhe vatë mbaroi. Se ne s'kemi miq të tjerë. Ne nuk kemi miq të tjerë. Pra, natyrisht që po sulmoi Serbia, do t'i marrë raketat, herën e parë i mori në Beograd ato raketat amerikane. Po tani do t'i marrë në gjitha qytetet serbe. Dhe do t'a mendoj mirë atë punë. S'ka punë, se lufta botërore në Ballkan s'ka pse të vijë. Se s'ka arsye. Luftën e bëjnë të mëdhenjt. Po u bë luftë bërthamore, pastaj eku gjithë globi, hajt rrugë të mbarë. Avokat, luftën mëdhenjt e bën, po në tek të mëdhenjt përgjithsisht nuk është zhvilluar luftë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, deri tani s'është zhvilluar asnjë luftë. Po vazhdoi që thellohet ky sherrri në Iran me vendet arabe, me Turqinë, rreth e rrotull, do zgjerohet, do shkojë te lufta botërore, se s'bën, do shkojë te përplasja e dy superfuqive, do hyj Kina në luftë. Se ju nuk e llogaristi fare Kinën. Zotëri, Kina është superfuqi. Dhe tashmë nuk është superfuqi se ka 1 miliard e gjysmë njerëz, jo. Është superfuqi sepse ka një teknologji moderne, super moderne. Dje kishin sjell, kishin çuar në oqean, një anije super moderne për përgjigje për gjithçka, për komandim raketash, për komunikim me satelitët e tjera. Dje. Po media shqiptare nuk i thot këto. Me rishikoj se i ke që i thonë mediat e huaja. Në një luftë Kinë-SBA, kush është më i fuqishëm? Në një luftë? Kinë-SBA. Shiko. Po të bëhet jashtë territorit, jashtë terrenit të dy palëve, varet kush ka armët më të fuqishme. Po as Kina nuk shkon dot në Amerikë, ta pushtoj, as amerikanë nuk vën dot në Kinë. Por ke parasysh që kemi të bëjmë një popullsi 1/4, 1/5. Se Amerika 300-400 milion janë, ata e 1 miliard e gjysmë. Sikur me not të nisen, vend deri atje. Amerika nuk guxon të sulmojë Kinën, që ti je i sigurt. Nuk do guxoj sepse ka humbje. Dhe po fitoj do jetë një fitore si e Pirrës. Ndërsa në këtë rast me Iranin Amerika ka gabuar. Për mua. Unë jam filo-amerikan, e din të tërë, shpresoj që Amerika të na ndihmoj, Amerika të mbështetë Shqipërisë, që ka mbështetur deri më sot, por gjithsesi dhe në Amerikë luajnë faktorë të ndryshëm. Se Amerika është një shtet konglomerat popujsh, nuk ka kombësi, nuk ka komb, ka kombësi. Zoti Islami duhet kaloj te një temë tjetër, ka lidhje me disa motoristë të një prej kompanive në Shqipëri, Walt Albania, të cilët kanë dalë në protestë duke kërkuar kushte më të mira pune, pasi kanë ardhur shumë indian në Shqipëri dhe kanë filluar punë me rrogë më të ulët si motoristë aty. Ekonomi tregu është. Derisa i solli Edi Rama këtu, ata si ka sjell kot. Ata Edi Rama pratë punë i solli. Oligarkëve dhe menaxherëve dhe pronarëve të kësaj Waltit, që është kjo që më thua mua ti, kanë interes që të paguajnë më pak. Ata flën 5 veta në një dhomë, 8 veta në një dhomë. Ata s'kanë kërkesa. Ata si bagtivin e flën. Se ne i kemi parë në Greqi. Ata s'kanë kërkesa qytetare. Kështu që këtu e zeza u bët shqiptarve, e keqja u bët shqiptarve, tradhtia u bët shqiptarve, dhe asnjë forcë politike nuk ngrihet kundër këtij krimi që po i bëhet punëtorit dhe qytetarit shqiptar. Ne jemi të tradhtuar në çdo kohë, në çdo drejtim, në të gjitha aspektet e jetës, jemi të tradhtuar, jemi të shitur. Ne nuk ekzistojmë, ne armë s'kemi, ne armatim s'kemi, ne ushtri s'kemi, ne s'kemi asgjë.
Pra është bërë me kohë plani që Shqipëria të bosatiset. Dhe kanë bërë komunistët shqiptarë në pushtet nga 91 deri më sot. Se deri në 90 Shqipëria që e armatosur sa s'kish kur shkonde më, miza nuk hynte. Nga 90 këtej, komunistët shqiptarë degeneruan, tradhtuan ideale dhe ato ideologjinë e tyre dhe u mbështetën vetëm tek përpoqjen dhe punuan për të mbajtur, për të vjedhur pronat e shqiptarëve, për të grabitur pronat dhe për të pasuruar. Për kaq punojnë. Nuk do t'i gëzojnë. Të jenë të sigurt. Nuk do t'i gëzojnë që kanë vjedhur. Do t'u merren një për një. Por ka shumë ankesa nga qytetarët lidhur me shërbimet që kanë Vodafone, Uani apo dhe bankat. Grabitje është, ja të shkoj kinezi. Shef kinezin, ja urdhëro. Ja urdhëro, pra të po flasim. Vjen këtu ai, pasha. Superfuqi është, ata kanë dërguar mira kinez këtu agent të tyre për të përgatitur, për të parë terrenin, për të njohur gjithçka. Kështu që ne jemi të mbaruar. Ndaj unë i bithiri Amerikës. Në na ke miq. Miq, jo, por në ke interes në Shqipëri, hajde na mbro në armatos. Dhe qëro këta bandit nga pushteti i Shqipëri. Se sa do t'a bëjnë, se di. Keni shpresa që mund do? Kam një 30% shpresë.